Përshëndetje, zoti Shehi. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Nisim fillimisht në fakt me atë që ndodhi në Partinë Demokratike, ku pas një gare të hapur, ku morën pjesë përveç zotit Berisha edhe 3 kandidatë të tjerë, në fakt 4, po një ishte i fundi dhe më pas u përjashtua vetëm disa qaste përpara zyrtarizimit të garës, dhe sot jemi në kushtet që zoti Berisha kandidon i vetëm. Si komentoni ju këto zhvillime? Si e thatë ju të fjallë zhvillim, këtu kasi zhvillim, kjo ka qenë për e. Që ju nuk shikoj në i gjithë të rend, po të qutit madhe, në qovë se do t'itë e të për kandidu. I qartë. Tu jemi brënda normalitetit, to bëjnë mirë të mbëllë këtë punë, shpejt e shpejt, kur e kanë më, kjo loj historie mastërinje të parë. Që e dim që ati është Berisha, më është vetëm a i dhe qikojmë qëfar të bëjmë këto punë të tjera, kanë të mandë të shkigin avë. Do më thënë, unë gjykoj që tu është meren me gjërat që kanë rëndësi dhe që në i farë mënyrë na përkëtë dhe në e tjerë. Kemi interes dhe në e tjerë që janë ligji për zgjedhjet politike, ligji për administratën lokale, reformën e ligji për zgjedhjet lokale, zgjedhjet popër. To janë gjëra që ne e tjerë kemi jashtë për dhe na interesë. Ajo pjesë të pasaj që kush dhe jetë Berisha dhe i tjetër, kjo pun djetë që Berisha dhe jetë. Ne nuk kërë në këtë lojnë të atë, ka në i vlerë. Ajo është bërë aty në brëndë, por unë thëmë edhe aty në brëndë, ka pat gardë dhe jetë, ka pëtu hapë gardë dhe jetë. Shu që të gjithë këto zhurmat që përë, thëmë që s'ka në i vlerë. Dhe ishte shumë e bukure, ishte gare, e po këto gjëra që ndodhin të animarë. Shqipëri djetë, ande është Berisha, ndej do jetë e drama. Kjo zgjedhjet brenda partive janë historira kokës, asë njerë, ku është zgjedhë në jera, të të përgarë. Ky është mendimi im, pastaj gjykoj se kush ky personazh them që janë të dorës dytë. Qoftë se kanë dërmend merren me politikë, të bëjnë seriozisht të politik, duhet merren me ligjin zgjedhor që dojnë me vdekje opozitën herë të fundit. Heqin këtë ligj të keq që i dhuron shumicës 5-6 kandidatëve të atyre deputetëve, të thëmë falet. Kjo është e gjithë. Mendoni se reforma zgjedhore e cila është në diskutim do të ndryshojë pak kushtet për opozitën? Po unë uroj që, prandaj po theksoj këtë punë, uroj që kjo jetë tema kryesore opozitës, merret me këtë punë se këtu nga kjo fillon me gjithë çështje. Pastaj a do të kontrollojmë dot qeverinë që mos fusi krimin zgjedhje, a do të pastrojnë financat zgjedhore nga kontributi i parave të lista. Me dhe shumë temë tjera, a do balancohen mediat. Të gjitha këto janë që fillojnë nga sot, po nuk është se janë në dorë të opozitës gjitha këto. Dhe nuk është se mbërrihen brenda një periudhe. Ndërsa linjën zgjedhore kemi mundësi ta bëjmë. Kjo është e gjitha dhe unë nga kjo do a filloj. Që të gjithë ato që hynë zgjedhjet kenë opsionin e vetë politike, kenë mundësi, kenë shanse për të pritë, dhe mos jenë dorë dy personave. Kjo do jetë një kontribut i madh për demokracinë, për qësi, por dhe për në veçanë. E qartë, po përsa i përket reformës administrative e cila gjithashtu ka nisur në fakt konsultimet, tani ndodhet në terren aktualisht prej disa javësh dhe janë duke zhvilluar konsultime me qytetarët në qarqe të ndryshme. Mendoni që kjo është një reformë e cila do të favorizonte sërish mazhorancën, siç në fakt e kemi parë edhe nga ndarja e fundit administrative, apo do të ndihmonte
opozitën, nëse bëhet ashtu siç duhet, po themi, që të jetë një dakordsi edhe jo të miratohet një ligj. Unë uroj që të bëhet e mirë dhe në fundit të bëhet për shqiptarët. Nuk është puna se bëhet për opozitën apo për Jo, e qartë, por zakonisht kur bën reformat territoriale nisen fillimisht nga arsyet elektorale më së tepërmi dhe më pas të paktën kështu kanë treguar disa nga reformat. Sepse gjithmonë interesi parësor është ai elektoral. Nuk duhet ishte kështu, por kështu ndodh. Ke drejti, kjo është në fakt. Unë uroj që opozita, duke e kuptuar që herën e parë bëri gabim, njëherë bëri gabim që sëri në procesin e reformimit, u të roqë, jo se pani në 2014. Po. E dyta ka bëj për syri fare zjetë, edhe ja dorëzoj, si më thënë, votat e pushtet që kalë gratis Edi Ramës. Uroj që këtë ta ke kuptu që pa pushtet që kalë njerës ka demokraci. E dyta, pa pushtet që kalë opozita, gjithnjë është izuar. Që që do ndryshu ligji, do ndryshu pra parë për qytetarët, po ndryshu për qytetarët, sigurisht që edhe opozita gjithë shansat, avantajët e vetë. Ne i kemi bërë për opozitën tona, si LSHK, edhe unë personalisht kam qenë involvum në këtë vite më radhë, i rikthej, po them atë që ka efektuar 10 vjet përpara. Që ne na duhet që të formojmë madh bashkë, jo kaq sa janë. Se kjo shkon jo thjesht favor Partisë Socialiste, po është ndër qytetarë. Edhe koha të kohë që dështojë. Na duhen më pak rajone, qarqe që e kemi ne emrin sot, apo prefektura, duhen si duhet, ne kemi 12. Shqipëria po zhvillohet, është bërë 2 milion banor, s'ka logjikë rajone, që është niveli 2, po thënë. Atëherë le t'i bëjmë më pak, po numri i bashkive do rritë, pse do rritë, që t'i afrojmë shërbim qytetarëve, që të specializojmë administratën lokale, që qendrat e mëdha urbane t'i çlirojmë nga problematika rurale, që zonave rurale t'i japim për politikë nëpërmjet qytetarëve, që të ulen zimet administrative, se në fakt kur u bë reforma, këtu 15 vjet përpara, sa i bie 12 vjet, u bë me ide që do fitohet vit një 20 milion euro. Në fakt u shtun 20 milion euro më te. Shpenzime administrative, u shtu personeli, u kriju, si me thënë, komitete, partijet pagume nga shteti shqiptar që praktikisht bëjnë vetëm 10 partije, mbledhin vota për Partinë Socialiste, nuk i shërbejnë fare pushtetit lokal qytetarit. Që Tirana ka mbi mjesa në punësa të shpërndarë në përnjësit administrative që njëre i kohë ishin komuna. I zgjidhë të qytetari vetë dhe ishin detyruar në një farë mënyrë të i përgjigjeshin për diçka qytetarë, se kishin interes në vëtë. Kurse sot mos ka asnjë lloj interesi tjetër, i vetmi interes nga njësit administrative është sa vota për qeverinë qendrore. Kaq. Është bëjnë kur mi po paguën nga parat e shtetit, se po t'jem patronazhistë, këtu t'jesh, vullnetar, ku ma qetë. Po këto marrin lekë të shqiptarë dhe shkojnë vota për partinë. I është kriju një lloj si parti punës, ju se kapni se gjithni do të punë se jeni tri, po kishte komitet partije, atje me komisare, me sekretar partije, dhe komitet ekzekutiv për të bërë punën. Edhe këtu pa ka shumë me këtë sistem që ndërtoj e dëra, këtu jemi. Kemi një komitet ekzekutiv në qendër zonë urbane, pastaj kemi komitete partije në të gjithë komunat që ishin njëre i kohë. Prandaj ky lloj sistemi do përmbys, opozita e ka shansin për të dhënë kontributin këtë punë. Sidomos ajo opozita apo e quajmë me madhe, ose ka dëshirë, se ka deputet, edhe mund të bëjë këto. Kjo është filozofia jonë, se ne udhijim nga kjo. Të ndaj për shumë, po marrë Tiranë,
Tirana kryeqytet, atje duhet jetë zona urbane vetë, merret me urbanistikën, me arkitekturën, me jetën ekonomike, me jetën kulturale. Tirana Malësi, 5-6 komuna që ishin përpara puqen në një. Tirana Fush, puqet në një. E njëjta gjë për Fierin, e njëjta gjë për Korçën, për Florën, për Elbasanin, qendra dhe mëdha urbane. Do të vjetë një harti relativisht do ketë nga 90 deri 100 bashkisht. Po do jenë më eficient, do jenë më të përgjegjshme, se do përgjigjen para qytetarit. Ai kryetari atje i asaj bashkisë. Nuk do jetë si sot. Kjo është tendenca që kemi ne, si LSHK, po e shikoj edhe opozita zyrtare, po them, po dhe saj teme i afro. E drama do propozoj që të bashkohen, të jenë më pak bashki. Edhe të kthehemi ke skema e vjetër që ka qenë kohët e Veroçës që ishte me rrethe. Atëherë kishim gjithsej 36 rrethe në për Shqipëri, atë do të bëjë. Se i duket më e kullajt për ta qeverisë pushtetin lokal. Po jo për ta qeverisë, për ta sundu pushtetin lokal. Se sot pushteti lokal me qeverinë e Ramës ka kur gjëndor. Urbanistik nuk jep do të leje ndërtimi, se janë përqendruar me këtu. Ujësjellsa të bën ndërmarrje nacionale i kanë dorë prap qeveria qendrore. Shërbimet e tjera, pastaj të themi arshimin, nga 8 vjeçare e Cipër varen këtu, nga drejtoritë arsimore që janë me qeverinë qendrore. Njëjta gjë për zyrat e punës, pensioneve, drejtë. Çfarë i ka ngel pushteti lokal? I ka ngel vetëm pastrim, jetërim, këto trotuar, kanalizime, as kanalizimet jo, se janë bashkë me ujësjellsa. Domethënë e ka zhvlerësu pushteti lokal, atje urdhërat vinë nga Tirana, parat shpërndahen. Po nga Tirana shpërndahen shumë pak, se do thonë gjithë normalisht në për Europë, pushtetet lokale rishpërndahen 5 deri 6% ka vende më të emancipuar, 7% të GDP-s së një vendi. Në Shqipëri shpërndahet 1% e GDP-s. Çdo gjë është e përqendruar këtu në Tiranë. Prandaj po them, kur bëhet fjalë për reformë administrative, për rishpërndarje territoriale, do marrë me seriozitetin maksimal, se këtu jo vetëm thjesht është baza e demokracisë e lirisë, po janë dhe bazat e zhvillimit, janë të kursimit financiar, të eficiencës financiare. Domethënë ka një sër elementesh që duhen parë gjatë një reformimi pa. Dhe prandaj opozita që sot duhet merret me seriozitet në duhur. Gjë që se ka bërë këto vitet e fundit. Qeveria ka gjithë interesin e ta përqendrojë në Tiranë. Nuk kanë dëshirë ato të decentralizohet pushteti, se si të gjitha autokratisë duan çdo gjë ta kenë në dorë. Kjo është detyrë e opozitës të rishikojë të bëjë luftë deri në fund për një ligjë të ri për administrativë. Bëjë luftë deri në fund për një ligjë të ri për zgjedhjet, ligjë të ri elektoral për zgjedhjet e tjera politike. Këto janë qëllimet primare që duhet ketë një opozitë serioze. Pastaj zgjedhjet brenda një partie, mitingu i radhës, këto kanë rëndësinë e vet, edhe le t'i bëjmë me seriozitet në duhur, por këto janë temat e mëdha që i interesojnë shqiptarëve. Dhe pas i interesojnë shumicës shqiptarëve, rruga shqiptare bëhet me atje dhe bëhet e se populli nuk shikon zgjedhjet ke propozime qytetarë. Këto janë idetë që kemi. Jo si subjekt politik, e qartë. Po na dëgjojnë, bëjnë mirë. Po s'na dëgjojnë, nuk është kjo, se kemi hallë personal në kjo çështje temë publike. Jeni thirrur ju për të dhënë propozimet tuaja? Po si, kjo tryeza për zgjedhjet, për ligjin për zgjedhjet, i thonë ky zot, ja jemi të fit, kemi shkuar dhe i jemi thënë. Sigurisht, për çdo lloj teme që shkon në favor demokracisë Shqipëri dhe të opozitës, veçanti, kemi qenë gatshëm. Tash ne nuk marrim pjesë në çdo lloj iniciative, aktivit personale kuptotin.
kush jam unë, kush është ai tjetri, këto, se këto janë gjykoj që janë tema që s'ti interesën shumë. E qartë. Ju si subjekt politik do të merrni pjesë në zgjedhjet e lokale të vitit 2027? Sigurisht do marrim dhe do vetë njerëzit të tonë, bilës një pjesë i kemi caktuar këtu. Gjithmonë kemi marrë pjesë në zgjedhje se shqyr që jarë kjo ditë që shqiptarët marrin pjesë në zgjedhje, kemi mundësi të zgjedhin, pavarësisht se është bërë shpeshherë pa rregull, pa barazi, po gjithsesi ne kemi marrë pjesë e do vazhdojmë marrë. Do të kandidoni si koalicion apo do të garoni si subjekt më vete? Deri kur të vinë zgjedhjet, lirë kemi akoma një ligj për koalicionet. E kuptoj. Gjithdo shikojmë si do bëhet ligji, kush është atmosfera politike, çfarë do të ndajmë, se tavolinat janë përbashkëta, po çfarë idesh kemi kështu për të shku, beri hajmë brenda një rreshti, nuk shkojmë edhe kemi shku, s'kjerë në fund. Por qoftë se ka një platformë përbashkuese, ka një sektore drejtë, edhe një shpresë për opozitën, që për këtë bëhet fjallë. Me shumë dëshirë do të shkojmë. Pra ju nuk e përjashtoni mundësinë që mund të futeni sërish në koalicion me zotin Berisha, pavarësisht divergjencave që keni patur kohët e fundit? Tash ne nuk futemi me një njeri në koalicion. Jo, ne futemi me një platformë politike, edhe uroj që të futemi me një ligj të ri. Po që ky ligj që është si herë në fundit, do shikojmë historinë tonë. Vogël, uroj të jo. E qartë. Zoti Shehi, sot gjykata e lartë do të vendos mbi afatet e paraburgimit. Në fakt është një temë shumë e diskutuar kohët e fundit. Si e komentoni ju këtë dhe pse po bëhet tani? Mendoni që ndoshta është për të favorizuar zyrtarët e ish-zyrtarët të cilët ndodhen në këto kushte? Edhe ky është një dyshim. Por unë jam prej atyre që them që diçka për këtë punë të bërë, se jemi vetëm i vend që kemi më shumë paraburgim se sa burgim. Një e para punës. E dyta, unë gjykoj që dhe këto zyrtarët e lartë mund të hetohen edhe në rrethana të tjera, nuk ka nevojë me i mbyll në për kafaz, sikur me gjën tigra. Edhe nuk jep shihet mirë kjo në asnjë pikpamje. Plus që trajtimi i diferencuar, disa i lënë gjendje të lirë, disa brenda edhe kjo. E gjithsesi, unë do të thoja që kjo temë më serioze se sa të bëhet me një ligj emergjencë, siç e ka bërë gjykata e lartë. Kjo do pa kodi kodi i procedurës penale një e para, dhe kodi penal 2. Që disa krime që janë minore nuk ka se trajtohen me paraburgim. Si janë me mira të ri që rrinë atje për i grup droge. Edhe kjo më të bëhet por çfarë do marrë për shtete serioze. Ndrysho kodin për disa krime, ndrysho kodin e procedurës, se si do trajtohen krime veçanta gjatë procesit gjyqësor. Kjo që bëjnë është një arnim, edhe si çdo armë vërte mbulon, kuptoni, lakujërisin, edhe ftohtin, po si çdo armë tregon varfërinë e copës, edhe vjetërsinë e stofit që ke veshur. Prandaj po them do të dyshë më serioze, merreshin e rishikojnë atë që rishikohet nga fillimi. Edhe do të ishim një zgjedhje më europiane, më të pranueshme, sepse apo pretendojmë me hyrje në Europë. E qartë. Nuk gjykoj që Europa na pranojë shumë gjelet tona me armë. Përse mendoni se nuk po pritet miratimi i kodit të ri penal për t'i bërë këto ndryshime, por po nxitohet kaq shumë, domethënë për të bërë një arnim siç e quajtët ju në kodin ekzistues? Po por këtë sepse nuk e kanë bërë ashtu duhet një, edhe pas reagim edhe kam drejtësisë.
E para, po e dyta ta thash, një kodi penal do sugjeru me kodi e procedurës penale. Që është arrim burga, del jashtë. Atje nuk varet fjetë në nivelin krimit që ke bërë, por mënyrën se si do ta trajtoj procedura. Kështu që du të trajtu të dyja kodet bashkaristës, sepse janë pjesë integrale. Kështu që për te kësajt nuk është të dinde i gjithë malë, se nuk jam ekspert. Po nga eksperiencë gjykoj që kjo do ishte rruga. E me gjithë të thësh, për rrethana që janë piu, edhe mund të aprovojnë të ligjë që kanë bërë, por shumica e njerëzve të ruajnë dyshimin, se prandaj bërë dyshimin, se tani, se mbas ka gjithë vjetëve, se në këtë periudhë ka shumë shefa prapa e qytetarët dyshojnë dhe me drejtën e Zotit. Prandaj edhe u ngrita këto pyetje, duke qenë që janë pyetje që janë ngritur në opinionin publik, edhe prandaj edhe unë ngrita për të shqyrtuar edhe me ju. Në fakt, sepse janë tema që është një temë që është kapur, domethënë në këtë aspekt që tani është bërë për të favorizuar emra konkret, si për shembull kryebashkiakun e Tiranës. Edhe mund të jetë edhe kjo. Brapa kësaj situatë. Uroj që të mos jetë, se të ishte qesharake që ngrete gjithë gjykata me ndryshu procedurën që dalje fjallë vetë gjykohet në gjendje tjerë, filani apo filani. Uroj që të mos ketë kjo, dyshimet si ju, si unë, si mira qytetarë tjerë, sigurisht që i ka. Prandaj thashë them që duhesh marrë më seriozisht dhe jo me arnu, po me bën një paketë re. E qartë. Tani, duke qenë që betejë më e madhe në Shqipëri gjithmonë zhvillohet për kryeqytetin. Mendoni që opozita ka shanse për Tiranën? Dhe këtë do të shikonit ju si kandidat potencial përballë, sepse në kampin tjetër janë Manastirliu ose Braçë, që janë dy emrat më të përfolur. Një për te emra, që s'po merre me emrat, se këto emrat i kanë dorë shefat i lujnë këto, një ditë përpara tjetërve. Edhe na shkon kohë edhe analiza pastaj, gjithë hipotezat. Por sepse Manastirliu është konfirmuar në muajin shtator, prandaj ndërkohë që zoti Braçë le të themi që e vendosi veten përballë Manastirliut. Po më bie, po unë nga që kam i qikë më shumë, ti që ai e drama, e lunë edhe Manastirliun, edhe Qypërliun i lunë, 24 orë para zgjedhjeve, shkojnë kot llafët, prandaj po them. Unë gjykoj këtë si përshtim. Qofse opozita nuk bën luftë në Tiranë, ku do bëj luftë? Ku qofë? Që vlerë ka? Prandaj po them që lufta bëhet në Tiranë, tu vjen mesazhi, jo vetëm i numrit votave, po edhe mesazhi politik. Se Tirana nuk është se votohet kryetari i bashkisë, se nuk është drejtor komunal, ja do i bëj rrugët më drejtë, do t'i bëj atje. Tiranë votohet që a mundim qeverin apo jo. Qofse se mund Tiranë, s'kam vlerë tjera. Kështu që unë proj dhe shpesoj që shanset e opozitës janë në Tiranë. Dhe me thënë, njerëzit që nuk duan qeverin, shumica janë në Tiranë. Tash zotësia e opozitës është që dvej njerëzit, ato që duhen për qenë, bëj fushatën si duhet për të qenë, t'i afroj një shpresë, një betim, qytetarëve që ai që do vendoset për Bashkinë e Tiranës nuk është thjesht shërbëtori i Berishës, edhe ushtari PD, por është përfaqësuesi i madh opozitar i qytetit, që të shkojë për të mundë Edi Ramën, jo Manastirliun, që thonë jo. Tu, sepse zgjedhjet janë politike, Edi Rama mund të vej, jo ato Manastirliun, mund të vej një tjetër që se njeh kërkush. Sepse Tiranën, deri më sot e ka përballu vetë ai, votohet ai në Tiranë. Emrat që ka vuar kanë qenë relativisht pa rëndësishëm, pa histori politike. Gjithnjë kanë fituar si ka fituar ai, me gjithë partinë socialiste nga brapa. Tash këtë duhet mendoj opozita kur të hyjë në garë për Tiranë. Ky është sugjerimi im.
atje. Që një personazh që shkon për te grupit PD-s. Po ngeli hajtë të marrë, hajtë sa merë PD-ja, që fatkeqësisht, të thashtë në Tiranë, merë herë në... Ju jeni për një propozim nga emër teknik apo një emër partijak? Ja, Tiranë nuk teknik, se të thashtë nuk ka përdu marrë me kanalizimet e Tiranës. Tiranë merë një politik, PD-ja duhet zgjidhje me disa tyre dje me vajza që ka dje, ke rjeshi dytë po e zej, ato debutet, personazhe që është investu, vej atë që është më dinjitari aty. Kaq, s'ka rrugë tjetër. Mendimin tim, se ato mund ta mendojnë ndryshe. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj, zoti Shej. Ishte kënaqësi.